Në stregëzën e kafshëve të rrugës Protect Me, një investim privat që drejtohet nga Liliana Breshani, gjenden të strehuara dhe marrin të gjithë shërbimin e duhur 120 kafshë qendemace që kanë qenë në situatë rruge, ndërsa u organizua këtë të shtunë që përkon edhe me ditën e mbajtjes pastër të mjedisit, një aktivitet sensibilizues. Të pranishëm ishin vullnetar jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj, amerikan dhe italian që jetojnë në Vlorë. Drejtuesja e qendrës së kafshëve Protect Me Albania, Liliana Breshani, tha se qëllimi është mbajtja pastër e mjedisit, por kjo ditë na shërben edhe për të qenë sa më human dhe të kujdesemi për kafshët. Shumë vullnetar amerikan dhe italian ishin aty për të dhënë një shembull të mirë, gjë e cila vlerësohet edhe nga Breshani. Është dita e parë e pranverës, data 22 mars, përkon dhe me kalendarin bektashian që është në Vruzi, dhe ne këtë ditë parë të verës duam që ta kemi plot energji dhe me mesazhe shumë të forta për gjithë qytetarët, që nëse ne nuk mbajmë mjedisin ton të pastër dhe ne nëse kujdesemi për kafshët, atëherë kush duhet ta bëjë këtë gjë. Në këtë streg kanë ardhur shumë vullnetar amerikan dhe italian, dhe janë duke sistemuar, janë duke u aktivizuar, duke u bërë një grup i mirë për të dhënë një shembull dhe për të treguar standardin që me vërtet të gjithë ne meritojmë. E kam thënë dhe më përpara që kafshët janë ato krijesa që ne na tregojnë se sa të zhvilluar jemi, sa të kulturuar dhe përparimi dhe zhvillimi i një vendi shfaqen në mënyrën se si trajtojnë kafshët. Dhe këto kafshë nuk kanë birë nga toka, nuk kanë rënë nga qielli, janë përgjegjësia jonë dhe mungesa e politikave për t'i menaxhuar ato. Kjo është treja ime, është treja private, nuk është treja e bashkisë, e kam tekstuar gjithmonë. Unë shpresoj shumë që bashkia të ndërtojë strehën e vet sa më shpejt dhe jo vetëm Bashkia e Vlorës, por gjithë bashkitë e Shqipërisë, të dalin të gjithë grupet animaliste dhe kafshëdarëse të përkrahin dhe kjo çështje që me të vërtetë për gjithë qytetarët është problem, duhet të ketë një zgjidhje. Pjesë e kësaj organizate, sipas Liliana Breshanit, është të sjellë edhe shumë risi dhe me prezencën edhe të vullnetarëve të huaj, t'i vendos ato në zbatim. Sot ne kemi një grup të mirë, amerikan, italian, si që thashtë edhe më përpara, ata duan të jenë pjesë e organizatës Protect Me dhe të jenë të dukshëm për të sjellë shumë risi dhe për t'i zbatuar ato në çështjen e ndryshimit mentalitetit, në çështjen e vullnetarizmit dhe të ndihmës që mund t'i japin për kafshët e rrugës dhe për mbrojtjen e mjedisit. Sot ne jemi duke sistemuar strehën dhe në datën 4 prill, që është dita ndërkombëtare e kafshëve të rrugës, do të dalim dhe në qytet duke ushqyer siç ushqejmë çdo ditë edhe kafshët që janë situatë rruge, sepse ne ata nuk mund t'i marrim gjithu në streh. Kjo streh është mbi kapacitetin e duhur. Vullnetarët shqiptar, por edhe të huaj, të cilët janë nga Amerika dhe Italia, por që jetojnë në Vlorë, shprehen në lidhje me këtë iniciativë dhe kontributin e tyre pranë Protect Me. Mendova që të mblidhem me disa të huaj që jetojnë këtu në Vlorë. Shumica janë amerikanë, edhe unë kam jetuar në Amerikë për shumë vite, në New York, jam kthyer bëhet gati 2 vjet. Domethënë për të kontribuar, për të ndihmuar sidomos kafshët e rrugës, që ne pothuaj kemi pak shumë, që nuk është shumë gjë e mirë, por gjithsesi me sa duket është në përmirësim e sipër, se vetëm këtu janë, besoj unë, mbi 100 qenë që janë marrë nga rruga dhe tani besoj që po trajtohen më së miri, kështu që pse jo, diçka ndryshe dhe më pëlqen. So I'm Sarah, I'm American. I've been here for a little over a year now. Jam Sara dhe vi nga Amerika. Po shumë se në Vlorë vijnë shumë të huaj. Ne amerikanët qenë t'i kemi si të familjes. Po mundohem që të mbledh sa më shumë, e t'jemi sa më shumë njerëz që të vijmë e të ndihmojmë kafshët këtu, sidomos kafshët e rrugës që janë të shumtë në Vlorë. Andaj jemi sot këtu në qendrën Protect Me. Kur vinë nga jashtë, sidomos të huajt amerikan apo nga shtetet e tjera, nuk janë shumë të informuar rreth vendit e nuk mund që thjesht të marrin një qenë nga rruga, sepse nuk kanë informacion. Ky është një vend shumë i përshtatshëm që të mblidhemi, e pse jo,
të krijojmë një fondacion human për kafshët e rrugës. Kjo do të ndihmojë shumë. Qendra Protect Me është një nga vendet më të përshtatshme këtu në Vlorë, por edhe përreth këtij qyteti. Protect Me është një organizatë e cila ushtron aktivitetin e vet në Vlorë, ndërsa Stregza e Kafshëve drejtohet nga Liliana Breshani, një njeri e cila e bën me shumë përkushtim këtë punë vullnetare, por që siç thotë kërkon edhe mbështetjen e autoriteteve vendore.